një transmetim të drejtë për drejtë, zonja dhe zotërinje, di që të gjithë kolegët tanë në të gjithë mediat e tjera po transmetojnë fjalën e zotit Rama me kandidatët e EPS-s për qarkun e Tiranës. Megjithatë, ne gjykuam se është shumë e parashikueshme ajo që po thotë zoti Rama, por na intereson si një objektiv i këtij televizioni për shkuar sa më shumë drejt të vërtetës, kështu që na u duk më prioritare të flasim për përgjimet e fundit dhe skandalin e këtyre përgjimeve në raport me drejtësinë që kemi sot dhe sigurisht aferat që kanë ndodhur dhe kulisat që po ndodhin, siç është fjala vjen, tentativa e dëshpëruar për një tjetër grabitje mandati në gjykatën kushtetuese që ende vazhdon me sa duket paktën tani e dim se për kë e duan atë mandat. Petrit Vasili është me ne, Franc Nuri gjithashtu. Do doja të filloja në kuptimin politik para se të qëndrojmë ngushësisht juridik, kështu që kam mirë kuptimin e zotit Nuri, për të kuptuar pak Vasili, e para njëherë e gjithë ngrehina e drejtësisë së re, ndoshta i shkon më për shtat fjala gjirize se sa institucionet e cilat duket sikur publiku ende vazhdon të ketë një pëlqim dhe besueshmëri kaq të lartë dhe mbi të gjitha pasojat janë ende shumë të forta dhe madje duket se ende do të vazhdojnë të kemi këto pasoja. Për ta vazhduar atje në metaforën tuaj, ju përdor termin ngrehinu, do thosha gërmadhën e drejtësisë së re, meqenëse një ngrehinë e cila kur degradon e të rikthehet në gërmadhë, ajo që është tashmë e provuar dhe faktet janë njëri më i rëndë dhe më shokues se tjetri, është që drejtësia e re është kapur tashmë në mënyrë më okulte, më mafioze nga qeveria. Në rast se dikur kemi pasur një sistem drejtësie që ndërtohej mbi bazë të rolit që kishte Parlamenti i Shqipërisë, ku gjërat ishin të qarta, votimet ishin të qarta, mekanizmi ishte i qartë, me të gjithë problematike të tij me prodh dhe kundra dhe veta, por ishte në sytë e publikut. Tani kemi drejtësi shumë herë më të keqe, sepse kontrolli është okult, është kontrolli vërtet mafios, përveç bushkës e cila u citua me shumë korrektesë nga ana juaj, po marrëdhënie të tilla ka pasur dhe ka ministri i drejtësisë, po këto marrëdhënie ka sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë Argaçi, po këto marrëdhënie kanë plot ministra të tjerë, një rrjet i tërë nepotik ka rrëmbyer vettingun dhe gjykata të tjera, dhe praktikisht është në veprim një komplot i vërtet për ta rrëmbyer përfundimisht drejtësinë dhe për ta komanduar atë nga zyrat e Edi Ramës. Rasti i komplotit me gjykatën kushtetuese është në tërë kuptimin e fjalës komplot, sepse keni të përfshirë që nga presidenti i Republikës, keni të përfshirë Kuvendin e Shqipërisë, gjykatën e lartë të tërë, të cilët kanë vepruar në kushtet praktikisht të vetë gjyqësisë, edhe lidhur me këto mandate, vetëm për qëllimin e vetëm për rrëmbimin e mandateve. U hap loja në gjykatën kushtetuese me mandatin e gjykatës së dorëhequr Reca Toska, dhe pastaj synimi tjetër kryesor ishte rrëmbimi i mandatit të gjykatës Sonila Betja. I tërë mekanizmi i veprimit ishte një mekanizëm kryekuput mafios, tashmë i qartë, i evidentuar, të tërë veprimet lidhen pra shumë mirë në kohë, pra mandatet rrëmben nga njëri krah dhe shiten në krahun tjetër, jo gratis, po në këmbim të gjyqeve të fituara, brenda të cilave fshihen aferat mëdha financiare, dhe ky mekanizëm i tërë që shikoni këtu, që ka në rastin konkret në citimet që ju bët në fillim të emisionit bëj fjalë për kryetarin e KLG-s, kryetari i KLG-a që ta di opinioni publik që nuk është i shumë i ambientuar me termat, Këshilli Lart Gjyqësor, është qeveria e gjyqësorit. Pra kjo ishte, po ta themi në mënyrë metaforike, kryeministra e gjyqësorit, se i drejtonte pikërisht qeverisin e gjyqësorit. Kjo tjetra ishte kryetari e Komisionit Ligjeve, institucioni më i lartë për këtë çështje në Kuvendin e Shqipërisë. Pra imagjinoni fatet e njerëzve, fatet drejtësisë janë ndahen nëpër tavolina, restorante, zyrash e tjera dhe është e qartë që as që bëhet fjalë për qytetarin e thjeshtë, as që bëhet fjalë për të ndëshkuar korrupsionin. Sepse ju e kuptoni kur faktet ishin kaq të rënda dhe kjo kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor thoshte ti bëjmë gati qelin aty Herion Velis, një vit e ca përpara kjo punë, propozitën duhet ishte përpara një 5 vjetësh atje ku është. Kjo dini që don që përpara, don kaq që rënda ishin faktet. Këtu rrjedh edhe
rreth edhe një arsyetim tjetër. Po mirë më kur edhe këta pala se këta janë pushtet tashmë. Gjyqësor dhe ekzekutiv janë bashkë. Edhe për këta ishte për burg e Leon Velia një vit e ca. Po çfarë janë dalë dorën këtij spakut një vit e ca, një vit e gjysmë që mbante Velia për jashtë dhe shikon si na grinde lekët e popullit e bënte çfarë do të qefi. Se dalin pra, po ta marrin për ta përmbledhur gjithë të ekspoze, pra kemi një korruptim, një komprometim të niveleve shumë të larta dhe shumë të rënda. Dhe kjo me provon 100% atë që në mënyrë të palodhur opozita ka thënë, që drejtësia është kapur 100%, vepron me regji dhe telekomandohet nga pushteti dhe ka qëllimin e vetëm që të krijojë pandëshkueshmëri, pra qeveria të vjedhë dhe qetet mos të pengohet, pronë e qytetarit të rrëmbetet, mos ketë mundësi që ai ta mbrojë pronën e tij, sepse keni parë që ndodh me pronën dhe me gjithë detat e tjera, dhe si rezultat ju e dini, në finale qytetarët që duhet ishin përfitues të mëdhenj të kësaj gjë, ajo që mbetet janë 150.000 dosje në një Shqipëri me 2 milion njerëz, pra janë qindra mijëra qytetarë cilët ende në përdyrët e gjykatave dhe nuk marrin drejtësi kurrë. Pra do thosh që është një kthyer në një gërmadhë korruptive e cila duhet hetuar kryqja themel, duhet ndërshkuar të tërë njerëzit e përfshirë të politikës dhe të vetë sistemi gjyqësor, në fundit për të dhënë të paktën përveç integritetit juridik që e ka detyrueshëm dhe kushtetues, po të fitojë një lloj integriteti moral, sepse në këtë mënyrë praktikisht ata shihen sytë e gjithë publikut si pazarxhit nivelit lart që të bëjnë gjëmë dhe të marrin edhe gjërat më të shtrenjta që mund të kesh. Megjithatë, zoti Nuri, në këto kushte, cilat janë masat që mund të marrë politika në raport me zhvillimet brenda institucionit të drejtësisë dhe raporti që duhet kemi ne si shoqëri me këtë pjesë të politikës, siç është fjala vjen zonja Bushka, e cila nuk është thjesht pushka e eliminimeve në drejtësi, po shumë më keq se aq. Faleminderit për mundësinë, Flavio. Unë fillimisht dua të shpreh mendimin që pajtohem plotësisht dhe totalisht me atë që tha zoti Vasili më parë në lidhje me sistemin e drejtësisë dhe me kapjen e sistemit drejtësisë. Jam plotësisht dakord me analizën e tij. Thjesht në referim të pyetjes tuaj dua të theksoj që do të ishte gjëja më normale që zonja Bushka të kishte dhënë dorëheqje, të paktën nga Komisioni i Ligjeve. Nuk po flasim për standardin zviceran apo norvegjes që kishte dhënë dorëheqjen edhe si deputete për shkak të investigimit dhe të marrjes në hetim nga ana e Spakut për pikërisht ndërhyrje dhe pengim të drejtësisë dhe të hetimeve për çështjen Velia i Xoxa, por të paktën të ishte tërhequr nga Komisioni i Ligjeve. Ju e patë në seancën e fundit, Komisioni i Ligjeve nuk u drejtua nga zonja Bushka, por de facto u drejtua nga Plarin Dreca, që ishte një tërheqje, po themi, një gjysmë tërheqje, po themi, por do të ishte udhës që të kishte dhënë tërheqje. Kjo do të ishte, mendoj unë, elementi i parë. Elementi i dytë, në lidhje me masat që mund të marrë politika, në lidhje me për të shmangur pikërisht të lloj problemesh në të ardhmen, do të ishte një reformim i këtij sistemi që ka dalë nga shina. Ne e kemi thënë dhe vazhdojmë dhe do ta themi sërish. Sistemi i drejtësisë u kap nga politika dhe nga majoranca që është në pushtet nëpërmjet mekanizmave të komplikuar dhe të koklavitura që u vunë në jetë nëpërmjet ndryshimeve kushtetuese pas vitit 2016 dhe ndryshimeve ligjore që pasuan, me një skem, me një rrjet merimangash, do të themi që ishte mjaft e koklavitur, por rezultati ja ku është. Nuk kemi sistem drejtësie, qytetarët nuk kanë drejtësi, janë me qindra mijëra dosje, si ku tha nga zoti Vasili, mbi 150.000 dosje që qytetarët shqiptar presin, pra nuk ka drejtësi për qytetarët. Nga ana tjetër, shohim një lloj amnistie ndaj kushtetarëve dhe ndaj atyre që kanë, domethënë, kapur sistemin e drejtësisë. Pse themi një lloj amnistie? E njëjta gjë që ndodhi edhe me OFL-n. Ju e jeni të vetëdijshëm, i keni ndjekur. U bë një show i madh, u hodhën akuza për disa personazhe, por vetë në ligjin e OFL-s u shkruaj e zeza në bardhë që kush kalonte këtë lloj filtri dhe këtë lloj kontrolli nuk do të hetojë më në të ardhmen. Pra, në një farë mënyrë një lloj amnistie. Një lloj amnistie. E njëjta gjë po ndodhet tani me zvarritje të proceseve, me ndarje të hetimeve, me fraksione të ndryshme.
fokusimi i SPAK-ut apo i prokurorive nuk është tek çështjet thelbësore që opozita ka denoncuar prej kohësh, por është tek disa afera shumë herë më të vogla ndaj personazheve të caktuar, po pse jo dhe zoti Delie, i cili po merret në hetim aktualisht për disa raste të dyshuara korrupsionin, ndërkohë që ka me dhjetra e dhjetra akuza ndër vite që janë akumuluar nga opozita dhe jo vetëm, duke filluar që ka incineratorët ose dosje të tjera që përfshin drejt për drejt te kryeministri. Nëse të hetimet do të ecin me shpejtësi, do të ecin, do thellohen, do të intensifikohen. Pra, është i gjithë kjo panoramë që duhet ndryshuar dhe kjo mund bëhet vetëm me një lloj reformimi të ri, reformim të thellë, i cili patjetër kërkon ndihmë dhe asistencë të partnerëve ndërkombëtar të Shqipërisë. Partnerët ndërkombëtar, në këto kushte jemi zoti Vasili dhe mbi të gjitha, çfarë mund të dhe do të ndodhi në raport me atë gjykatë kushtetuese që kemi sot, e cila duhet thënë edhe në kushtet siç është, nuk është se po ja del të frenoj kryeministrin. Jo, gjykata kushtetuese po jeton ditët e saj, absolutisht ditët e saj më të errta. Është gjithçka ka ndodhur me gjykatën kushtetuese ka qenë e qartësisht me një regji. Ne kemi pasur një gjykatë kushtetuese me shumë integritet, ajo që ishte më parë, jo sipas opozitës apo sipas majorancës, po sipas raporteve të institucioneve ndërkombëtare, dhe vetë veprimtaria e saj, 10 vendime të dhëna dhe kundra qeverive të kohës, ka qenë fakt, ndërsa në situatën aktuale, gjykata kushtetuese është në një krizë të rëndë juridike dhe morale, praktikisht është kthyer 95%, 96% të vendimeve të saj janë thjesht dhe vetëm noterizim i hajdutërive të pushtetit. Atëherë kur duhet të mbante qendrim për çështjet më të mëdha, në të gjitha këto çështje, ose ka dhënë vendime të favor qeverisë, ose ka shpallur mos kompetent, pra për të mos u futur fare çështjet, për ta lënë çështjen ashtu siç është gjithmonë në favor qeverisë. Praktikisht gjykatë mjerisht është gjykata supreme, më e larta gjykata e këtij vendi, por veç kësaj, gjëja më e rëndë akoma është që mekanizmi politiko-korporatist për rrëmbimin e mandateve praktikisht po i heq dhe tullën e fundit të kësaj gjykate. Pazari me mandatet, në mënyrë të veçantë pazari me 2 mandatet e fundit, po më skandalozisht rasti i gjykatës Betja, po dhe më parë gjykatës Elsa Toska, ku vetë gjyqësia, pra mblidhu bashkë, bëj një pazar, ekstra pazar që bën kështu siç pat rastin e Bushkës, në për restorante, në për vrima, në për rrëza, të sponsorizuar nga segmente mediatike të ordinuara me regji, ku nuk kanë munguar që të përfshirë dhe media prestigjioze, ju dini në çështjen e mandateve, u përfshi dhe Zëri Amerikës, që s'është më tashmë se është mbyllur, i cili mori përsipër të bëte citime të rreme, si funksion të një regjie të mirë përcaktuar. E pra kur kemi një ndërthurje kaq të madhe, ky komplot goditet në kokë. Dhe gjë e parë, kërkesa e parë publike që politika duhet bëjë, se politika është institucion, nuk është një praktikisht politika e qeverisë vendi, kërkesa kryesore, por që duhet vijë dhe nga organet përkatëse të hetimit më të lartë të këtij vendi, është gjykata kushtetuese të stopojë, të ndalet dhe të mbyllë lojën e mandateve. Çdo vendim që kjo gjykatë kushtetuese merr lidhur me këtë çështje është një vendim nul, është një vendim i bërë tërësisht pis, i qartë për opinionin publik, që është i sponsorizuar nga segmentet korporatiste të cilat bëjnë këto pazaret, që ti më jep këtë, unë t'jap këtë, pastaj në këtë mënyrë kontrollojmë 100%, jo 95% gjykatën kushtetuese, sepse kuptohet që mandati i Sonila Betjes ishte shumë i qartë, sepse kjo gjykatë në mjaft të raste ka qenë mendimi oponent kundër për mjaft vendimet, në të cilët vendimet e gjykatës kanë qenë skandaloze. Duke qenë që një mendim oponent do të ishte një bazë nesër për t'i goditur këto vendime gjykatët ndërkombëtare, duan të shtukin çdo gjë, pra të kenë një gjykatë ultrakomuniste 100% kontroll. Dhe hapi i parë është hetim i urgjent, unë e kam kërkuar publikisht dje këtë në një postim timin, pra hetim urgjent i thelluar, ndalje çdo lloj vendimarrje të mëtejshme, sepse janë vendimarrje totalisht komprometuar, vinë qelbener, korrupsion në radhë parë, sepse këto nuk bëhen përveç korrupsion politiko-financiar.
për të plotëson interesa politike, po njëkohësisht lëvizin edhe interesa financiare. Shitet mandatet me para, thënë shkurt, e parë sepse ndalem ka gjatë sepse është gjykata supreme e këtij vendi. Nuk vazhdoj dhe pastaj më tutje të vazhdojmë të tjera. Do shikojmë gjëja kryesore është evidentimi i rolit. Unë e përsëris, ju sot me drejt sollët rastin e kësaj kryetares Komisionit Ligjeve, po ne dim, keni parë fotot edhe gjitha të Ministrit Drejtësisë, keni parë fotot e Egjill Agaçit, e tjerëve, gjithë eksponentët magjorantët, qafë për qafe me këta, me njerëzit kishit parë, më parë një kryetarin e Bashkisë Shkodrës, kishin parë me një prokuror të Spakut, apo jo. Njerëzit e drejtësisë, në gjitha nivelet janë me këta. Pra, në totalin e vet, njerëz të akuzuar, pra, në cilët të rëndojnë akuza penale, të cilët japin e marrin me lirshëm me njerëz të drejtësisë. Pra, këta janë një korporatë e madhe politike, ku drejtësia është ka pjesën e saj. Dhe në këtë pikpamje, pikërisht këtu duhet të ngrijemi të gjithë të këmbë, kohët e osanave dhe bërja beqje reformën për drejtësi, je me reformën, si je me reformën, a e do reformën, se do reformën, kemi dëgjuar përralla të tilla, sponsorizuar edhe nga ndërkombëtar. Dhe ju mbani mend se kur është miratu reforma drejtësi, këta ndërkombëtar bën ato presionet nga më të neveritshmet. Mbani mend që u çonin mesazhe deputetëve që duhet votosh patjetër atë se do kesh këto pasoja nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. I mbani mend mesazhet e Donald Luce dhe e tjerë. Plot historia e cëmtuar, se vetë ishin gati dhe reformën, se ishte orkestruar që atëherë, qoftë edhe me votat dera ta miratonit. Pra, është një moment i madh ku gjërat tashmë kanë dalë gjitha mbi ujë, nuk janë supozime, nuk janë hamendje. Ju e dini turpet që ndodhen me vettingun, rrëmbimin e nepotik, motrat e vëllezërit e Dreqit me birin atje, me radhë, deri ke inspektorin lart drejtësisë, dini që vllai i ministrës, e deputetës, e njërin tjetër, ne më the tash, ajo tjetra motra e zëvendës kryeministres atje, nuk dipti në ure, ç'është kjo? Kjo ç'është kjo? Drejtësia e këtyre, që drejtësia komuniste. Po kështu ka qenë drejtësia komuniste para 90-s. Ishte e partisë, edhe që fuse dhe persekutonte, bëri atë që ata që i bëri vendit. Po kjo po përsëritet në mënyrë akoma më të neveritshme, sepse ka dhe atë shtresën e ëmbëlsirës possible që quhet pluralizëm. Po ç'pluralizëm është ky? Kur drejtësinë e rrëmben njëra parti. Pra në faktet janë ulërasit dhe nuk besoj që ka më, sepse dikur ka pas dhe segmentet medias të mirë paguara që bënin be për këtë që mos ta prekim reformën drejtësi, të mos flasim asgjë, kur flet një vrejtje apo një koment ku reformë është armike reformës drejtësi. Ua them këtë, e kam dëgjuar sepse unë me thënë drejtën kam pas një durim për cilin e vlerësoj veten, sepse kam shkruar me qindra herë për mjaft problematika të drejtësisë, dhe sot koha na ka dhënë drejt, jo vetëm mua. Absolutisht. Kjo është drama që çdo qëndrim që na duket si teori konspirative, në fakt është më i moderuar se realiteti. Dhe kjo ka qenë arsyeja që mbani mend që këto modele të reformës u mbar qëndrim kategorik ka vetë ndërkombëtarët, me që u cituan ndërkombëtarët, dhe një fjali të fundit për ndërkombëtarët. Edhe ndërkombëtarët vetë, duke qenë të komprometuar në momentet e para, sepse ata që ishin aktorë ndërkombëtarë të reformës ishin të komprometuar deri në fytyrë për qeveri, kur do të ngrihet mekanizmi i manimentato në mënyrë e famshme. Operacioni i ndërkombëtarët monitorimit. Në atë kohë duke kam qenë ministri i drejtësisë dhe kam bërë komunikime intensive me Bashkimin Evropian me të gjitha, sepse ju tani mund që edhe marrëveshjen e ONM-s e firmosin me Egjill Agaçi. Pra mendoni në ç'mënyrë, filloi në çfarë niveli ka arritur. Absolutisht e drejtë, dhe dua të të falenderoj zoti Vasili edhe për koherencën në raport me këtë temë. Nuri, kam nevojë për mirëkuptimin tënd, edhe pse kisha një pyetje të rëndësishme, nuk e di nëse do të rikthehem për shkak se ka një zhvillim të sekondës së fundit në Shkodër. Janë disa banorë në protest atje, do doja të lidesha me Denis Bajraktarin për të na treguar se çfarë po ndodh, pse kjo protest, cilat janë kërkesat e banorëve. Nuk e di nëse janë gati pamjet e zotit Bajraktari, që të ke mundësi të di nëse mund të jap kohën e duhur Nurit për një koment fundit. Ma konfirmon regjia? I kemi pamjet e banorëve të Shkodrës, atëherë duhet të kërkojmë mirëkuptimin e zotit Nuri për të kaluar në Shkodër, miq të dashur, pa humbur kohë. Do doja të dija në këtë çaste nga Denis Bajraktari çfarë po bëjnë banorët e fshatit Dragoç dhe të fshatit Kullaj, nëse s'gaboj. Denis, mirëmëngjes.
E shoh Denisin, po me sa duket cilësia e lidhjes nuk është ende shumë e mirë. Të japim dhe pak kohë kolegëve tanë të regjisë. Do doja të kishim me njëherë Denisin. Edhe një lutem regjia, duke kërkuar mirëkuptimin e të gjithë atyre që po na ndjekin në këto çaste, sepse jemi në një transmetim të drejtë për drejtë. Ma konfirmoj regjia nëse kemi mundësi ta përmirësojmë. Këto ndërkohë janë pamjet e banorëve të Shkodrës, veçanërisht dhe specifikisht të fshatrave Kullaj dhe Dragoç, në njësinë post-rip. Ajo që po shihni ndërkohë është rruga e cila është objekti i kësaj proteste. Ata kërkojnë që rruga të bëhet me standarde dhe jo riparime me asfalt elektoral. Dhe besoj është krejtësisht e qartë se për çfarë po flasim. Dhe kjo nuk është vetëm një rrugë fshati, miq të dashur, kemi të bëjmë me një rrugë kryesore e cila lidh zonën e postribës me Malsinë e Madhe. Pra mund të konsiderohet fare lehtë interurbane dhe është interurbane nëse lidh Shkodrën dhe njësinë administrative postrib me Malsinë e Madhe. Tani nuk e di nëse kemi një zë nga qytetarët e zonës nëpërmjet kolegut ton Denis Bajraktari. Me sa shoh e ka të pamundur Denisi, e ka mende Nurin për një pyetje të fundit? Po. Nuri, të lutem, kam një pyetje për ty. Po. A keni çfarë i bëni kësaj maskarade me drejtsinë e re? A do mund veçanërisht mund të pengohet grabitja e mandatit të antarës gjykatës kushtetuese dhe mbi të gjitha ndoshta fillimi avash avash i rindërtimit të kësaj gjykate? Unë mendoj që është plotësisht e realizueshme që të pengohet grabitja e mandatit të zonjës Beti në gjykatën kushtetuese. Unë e kam denoncuar nga Departamenti i Drejtësisë Partinë Demokratike në konferencë shtypi këtë rast dhe këtë skandal, sidomos dhe përfshirjen e Presidentit të Republikës në këtë lojë për sa i përket mandatit të gjyqtares kushtetuese, sepse u bë një kërkesë faktikisht nga ana e institucionit Presidentit të Republikës për interpretim jo vetëm të një mandati, por të gjithë mandateve. Për interpretimi se ku mbaroni mandate. Pra u hap një lojë mjaft e gjerë, duke marrë spunto edhe nga ç'kishte ndodhur pak më herët me mandatin e kryetares gjykatës kushtetuese. Dhe në atë kohë, pra gjatë muajit të shkurtë, e denoncova këtë nga selia e Partisë Demokratike. Patjetër që kjo gjë mund të zhbohet, mjafton që institucionet e tij rikthehen rrugës kushtetuese ligjore dhe të mos bëjnë devijime dhe deviacione të tilla për interesa pragmatik të momentit, por të respektojnë ligjin, kushtetutën dhe të respektojnë ato vendime të mëparshme. Nuk ka zgjidhje tjetër për rastin konkret. Nëse pastaj do të bëjnë shkelje ligjore, do të ekspozohen, kushdo që t'i kryej këto shkelje do të ekspozohen ndaj veprave penale, si shpërdorimit e tyre me radhë. Por për të përgjigjuar pyetjes tjetër tuaja në lidhje me mundësinë për ta ndrejtur këtë sistem, unë prandaj desha ta ndryja pak edhe mbasi foli zoti Vasili që përmendi ndërkombëtarët, është e vërtetë ajo që ndërkombëtarët në Shqipëri i kanë bërë ato që u tha nga zoti Vasili dhe nuk i heq asnjë presje. Ndryrjen time kur përmenda ndërkombëtarët e kisha për Komisionin e Venecias. Kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha e ka shprehur në mjaft herë që por dhe ne si eksponent Partisë Demokratike dhe duhet ta theksojmë patjetër që reforma dhe ndryshimi i reformës drejtësi, sjellja në shina e këtij sistemi do të bëhet nëpërmjet Komisionit Venecias, që është komisioni më i specializuar dhe i gjithpranuar në Shqipëri në lidhje me sistemin e drejtësisë. Pikërisht sepse ka qenë ky komision dhe ekspertët e tij, të cilët në vitin 2016 mos gaboj kanë qenë të parët që kanë ngritur shqetësimin që shikoni, bëni kujdes me këtë reformë, sepse nëse do të dalë nga kontrolli, do të kishte mundësi që një palë ta kap dhe ta kontrollojë. Dhe është pikërisht ajo që ndodhi më pas. Pra ata ishin avanguard që në atë kohë dhe i kishin ngritur flamujt e rrezikut që në atë kohë, pavarësisht se nuk u arrit të shmangej kjo katastrofë të themi e drejtësisë me cilën ne po përballen, me qytetarët shqiptar po përballen aktualisht. Dhe mendoj që Komisioni i Venecias, ekspertët ndërkombëtar të tyre do të jenë në gjendje në bashkëpunim me ekspertët më të mirë që ka Shqipëria për të arritur që ta sjellim në vijë normale, në kanale normale drejtësinë që ka dalë totalisht duar. Dhe ju po shihni
Absolutisht e qartë. Sa po folëm, është një shembull se si degradon kapja e sistemit të drejtësisë. Zoti Nuri, faleminderit shumë për shpjegimet tuaja. Do të falenderoj edhe Vasilin. Miqtë dashur, mbyllim këtu për ditën e sotme. Bashkë rishihemi nesër sapo ka filluar java, ndaj qëndroni me ne.